Një kuvend të demokratik ndoshta shembull edhe për parti tjera. Tash kërkesat për kuvend të jashtëzakonshëm se di se kanë qenë nevojshme. Ajo është shkërtyer nërgone, është procedurë normale, dhe duke punon me rregullaritet plot, është parti institucionale. Me kohë, natyrisht me afat, sigurisht bën vendimet për pushmërimin e statutit të LDK-s. Në formimin e institucioneve, a keni me urgjencë thirrjen e kuvendit LDK-s? LDK respekton afatet, procedurat, rregullat, statutin natyrisht. Interes shtetnor është formimi i institucioneve shtetnore, edhe ka përsimi këtij ngërçi, por tash edhe aspektet e tjera partioke e kanë fushveprimin e vet. Është demokraci, prandaj respektohen rregullat e statutit, prandaj afatet, mënyra, kushtet, këtë. Kryetori i LDK-s është zgjell, ju lutem kuvendin e kaluar me vot të fshehur. Një kuvend të demokratik ndoshta shembull edhe për parti tjera, jo vetëm Kosovë. Prandaj LDK-ja ka me punu statutarisht, ka me punu me demokraci në veprim, me rregulla, gjithsesi me vendime në organe që kalojnë. Prandaj takimet me DEG, takimet me kryesi po mbohen, janë konsultime. Kuvendi i rregullt i LDK-s është vitin e ardhshëm. Tash kërkesat për kuvend të jashtëzakonshëm se di se kanë qenë nevojshme, masi që është kuvendi i rregullt, megjithatë e kanë posë të drejtën delegatë të kuvendit si organ më i lartë i partisë, sigurisht ka më procedurë, ka më bojt kuvendi në fat. E koha fotin edhe mënyrën e mbojtjes kuvendit të jashtëzakonshëm kur të thirret.